Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj mësuese në një shkollë publike dhe çdo ditë shokohem nga ajo që shoh. Nuk e di më nëse jam mësuese apo roje zjarresh që përpiqet të shuaj flak që shpërthejnë kudo. Pas 12 vitesh në shkollë publike në Tiranë, çdo mëngjes e ndjej sikur jam në një skem filmi të çuditshëm që nuk ka mbarim. Quhem Tefta, kam ndëruar gjithmonë të jem mësuese. Nuk e imagjinoja se ky profesion do të më ndryshonte kaq shumë në mënyra që nuk mund t'i kisha përfituar kurrë. Kur hy në shkollë, korridoret tingëllojnë si stacion trenash, ulërima, debate, qeshje të mpreta. Në klasën time futem gjithmonë e fundit sepse duhet t'i ndaloj djemt që ngjiten sipër radiatorëve, vajzat që rinë me celular të fshehur brenda librave, një grusht fëmijësh që sillen sikur kanë pirë nga energjia e gjithësisë. Pastaj fillojnë historitë. Një djalë më thotë se nuk bën dot detyrat, sepse shtëpia e tyre është një dhomë ku flen 4 veta dhe tavolina është shtuar poshtë dritares që nuk mbyllet mirë. Një vajzë qan sepse prindrit e saj janë ndarë dhe e dërgojnë si valixhe nga një shtëpi në tjetër. Një tjetër më rëfen se punon pasdite në një lokal fshehur azi nga të gjithë. Dhe unë jam vetëm një mësuese me rrogën që mezi më mban gjallë në Tiranë. Pastaj kemi prindrit. Sa herë bie zilja e di që lista e problemeve nuk ka mbaruar. Ka prindër që më thonë, fëmia im nuk gabon kurrë. Pse i ke ulur notën? Nuk ka pse të rri me fëmijë të tjerë që nuk kanë edukat. Ndërkohë i njëjti fëmijë ofendon shokët, thyen banka, hidhet nga dritaret e klasës në korridor dhe një ditë madje u përpoq të ndizte një cop letër me çakmak. Kam parë gjithçka dhe të gjitha janë më shumë se sa absurde. Një ditë ndodhi ajo që më theu krejtësisht. Isha duke dhënë mësim kur papritur dëgjoj zhurmë jashtë klasës. 2 djem po ziheshin. Dikush i filmonte, dikush qeshte dhe askush nuk ndërhynte. Kur i ndava, njërin e gjeta me sy të nxirr dhe me fytyrë të mpirë. I thash të fliste me mua. Më pa drejt në sy me një lloj urrëtie të heshtur. Nuk ka përse mësuese. Askush nuk e ka problem. Më tha si kur dhimbja e tij ishte diçka që meritonte të përpunojë vetëm brenda tij. Më dhëmbi më shumë se grushti që ai kishte marrë. Mësuesit e tjerë janë të raskapitur. Disa dorëzohen, disa bërtasin, disa qaj në përbanjo. Ka ditë që dëgjoj një kolege duke thënë: "Nuk munde më, s'po jap më mësim, po luftoj." Unë nuk jam larg asaj ndjenje, por her pas here shfaqet një dritë e vogël. Një nxënëse që nuk të ka folur kurrë të sjell një letër. Mësuese Tefta, faleminderit që më dëgjuat. Një djalë që bën zhurmë gjithë ditën të thotë me zë të ulët: "Ju më kujtoni mamin." Një nxënëse që ka humbur besimin te vetja arrin të marrë notë të mirë dhe vrapon drejt meje sikur të jetë fëmijë i vogël. Këto momente janë sigur të vegjël drite që mbajnë mësuesit gjallë. Por e vërteta është kjo. Jam mësuese në një shkollë publike dhe çdo ditë shoh plagë që askush nuk i trajton. Shoh fëmijë që rriten para kohe, fëmijë që stresohen, braktisen, që shtyhen drejt jetës pa udhëzime. Sistemi ynë është si një ndërtesë e vjetër. Mban akoma, por çdo ditë bie pak nga pak. Unë jam Tefta dhe po mundohem, edhe kur ndihem krejtësisht e pafuqishme. Sepse aty brenda me gjithë kaosin, ka ende disa fytyra të vogla që më besojnë, dhe unë nuk mund t'i lë në baltë.